me vazhdu, me urrit, ose me majt përqindjen me elektoratin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kështu që une mendoj që veprimi i duhur do të ishte, mendoj që edhe që shkarkimi sa më shpejt. Për shkak se unë mendoj që nëse shkarkohet sa më shpejt, atëherë ka pak kohë Lidhja Demokratike e Kosovës për me u riorganizu. Deri në zgjedhjet tashme që më besoj që kanë menduar si vjet në vjesht, ka fundi vjeshtës, vjeshtën e vonës ose në dhjetor. Kështu që shpres. Ka kohë për me organizu, po kush me i prisë, tash problemi. Unë mendoj që ka figura, Lidhja Demokratike e Kosovës ka figura brenda vetes që mund me prim, mund me pas garë mes. Ka njerëz në LDK. Edhe unë mendoj që ata që kanë hyrë në këto nënshkrime për shkarkimin e Lumira Abdixhikut, atave që edhe e din pak a shumë e kanë orientim. Edhe për liderin e ardhshëm, ose një garë mes kandidatëve që janë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe besoj që LDK-ja pa Lumirin del më e fortë. Jam shumë i sigurt që del më e fortë. Pajtohna që qarja atyre më shkakton dëm, i bën mirë vetëm Albin Kurti dhe mendoj që ky është qëllimi i Albin Kurtit, me qa edhe njerë, se ka hallin me bë koalicion me ta. Se e din që si ka numrat, prapë edhe me Lidhjen Demokratike, si ka të sigurt numrat. Kjo qarje nuk është nga Albin Kurti. Kjo është qarje nga vetë LDK-ja. Po, me dëshirën e Lumira Abdixhikut dhe Vjosa Osmanit. Për shkak se ata s'po dojnë me reflektu në parti, po dojnë, e kanë qëllimet e veta, planet e veta, edhe janë ka dëmtojnë partinë. Mendoj që jam vazhdimisht të dëmtu partinë. Mas pari vetë herën e mas zgjedhjeve të dhjetorit të 2025-s, unë mendoj që Lumira Abdixhiku është dashur me dhënë ndërheqje. Është dashur me dhënë ndërheqje edhe me lëshu rrugë reformimit ose ardhjes një leadership i ri të Lidhjes Demokratike të Kosovës, po u pa që ai nuk jep ndërheqje, u pa që ai nuk ka ndonjë farë qëllimi ferë dhe të mirë për vetë partinë e tij, për Lidhjen Demokratike të Kosovës, kështu që unë mendoj që ai është i bosh shumë dëm të madh kësaj partie. Demhasaj si sheh zhvillimet brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, ende të pa konfirmuara këto iniciativat, por qartë